Humbi sapo doli nga shkolla, ky është 7 vjeçar i zhdukur në Elbasan. Një familje në Elbasan ka ngritur alarmin pasi një fëmijë 7 vjeçar rezulton të jetë larguar në drejtim të paditur. I vogli ka dalë nga shkolla 9 vjeçare në Infrashëri në Elbasan orën 10:30 dhe nuk dihet se ku ndodhet. 7 vjeçari identifikuar si Andi Çakallit në momentin e largimit ka pasur veshur një këmishë të bardhë dhe pantallona jeshile. Familjarët kërkojnë ndihmë për të gjetur djalin e vogël teksa shkolla ku i mituri u pa për herë të fundit ndodhen pranë parku të Rinia në Elbasan.